Disa shkronja ditët e sotme mjaftojnë për të përcjellë mesazhin që ne kemi në kokë, janë rrjetet sociale ato që duket sikur e kanë transformuar mënyrën e komunikimit. Por a është kjo thjesht një mënyrë e re e të shkruarit, të folurit, të përcjellit mesazhe, apo gjuha shqipe ka marrë një transformim dhe një deformim i cili ndoshta nuk i bën shumë mirë për vitet në vijim? Kësaj pyetje në fakt do përpiqemi t'i japim përgjigje sot me Dhurata Myrtollarin, e cila është mësuese e gjuhës shqipe, dhe besoj që kjo pyetje e vret pak në ndërgjegje kur ne themi a do të kemi komunikim të ri apo është gjuha shqipe që cungohet gjithmonë më shumë nga komunikimi të rinjve. Mirëmëngjes njëherë, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të kemi. Është gjithmonë kënaqësi që të jem pjesë e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, dash më tepër të uroj të gjithë teleshikuesit që ta përdorin sa më mirë gjuhën shqipe dhe sa më qartë dhe saktë. E vërtet. Dikush thotë është mënyrë, sepse jeta është bërë shumë e shpejtë, është bërë shumë dinamike dhe edhe komunikimi është përfshirë nga kjo fazë e tranzicioni. Por, cili është gjuhë? Është normale sepse gjuha, ashtu si çdo gjë tjetër që ndryshon me kalimin e kohës, me ndryshimet që pëson gjithë shoqëria, edhe gjuha është e gjallë, ajo ndryshon. Përshtatet, evolon. Mendoj se gjuha është në një stad zhvillimi shumë të rëndësishëm dhe sidomos ne mësuesit dhe intelektualët që komunikojmë aq më tepër edhe media që është një pjesë shumë e rëndësishme në ruajtjen dhe pasurimin e gjuhës standarde shqipe, kemi shumë punë për të bërë. Sepse nëse më përpara kishim një ndërhyrje nga fjalët e huaja dhe kryesisht ato që ishin të trashëguara nga fjalët turke ose italiane ose greke, që kishin një dyndje më të madhe në gjuhën tonë, tashmë ka ndryshuar nëse kishim edhe atë hendekun midis dy dialekteve, grigërishte dhe toskërishtes, tani kemi një integrim, nuk është më ai dallim midis të dy dialekteve, gjuha standarde për një periudhë të mirë të kohës, që nga 1972 në Kongresin e Drejtshkrimit, ku vendosën normat e standardizimit të gjuhës shqipe, pati një evolim dhe një pastrim, pothuajse nga pjesa e fjalëve të huaja që përdoreshim, tashmë kemi një dyndje të madhe të fjalëve kryesisht që vijnë nga anglishtja. Normalisht brezi i ri i përdor shumë herë më tepër, por i gjejmë edhe në fjalorin e përditshëm publik. Kështu që kemi shumë punë ne për ta ruajtur dhe pasuruar. Po, flas në gjitha mjetet e komunikimit publik, në shkolla, në institucione. Kemë një rast specifik që të bën shumë përshtypje edhe thua është krejt e panevojshme të shprehemi në këtë lloj formë? Shika, përdorimi i mënyra komunikimit... Apo janë aq shumë sa që si më mendoj? Ka shumë, po unë dua të fokusohem tek ata që kanë më shumë ndikim në shoqëri, që edukojnë brezat, edhe ju edukoni, edhe qofte nëpërmjet këtij emisioni, ne edukojmë në mënyrën se si komunikojmë. Regjistrat e komunikimit janë të ndryshëm. Nëse jemi në një bisedë të thjeshtë me njëri tjetrin, ne mund të përdorim shkurtime, mund të përdorim komunikim, të cilën ne mund ta kuptojmë shumë lehtë të dy, po jo të gjithë të tjerët. Kështu që është shumë e nevojshme që mjetet e informimit publik, mësuesit, drejtuesit, ligjzbatuesit, deputetët dhe të gjithë ata që kanë ndikim në shoqëri, duhet të synojnë të përdorin gjuhën standarde shqipe. Kjo është kategoria e njerëzve që duhet jenë më të kujdesshëm me gjuhën sepse përcjellin mesazh. Ne po shohim probleme të shumta në përdorimin e gjuhës shqipe, gjuhës standarde, gjuhës zyrtare, të cilën e shohim. E zvendçojmë me fjalë të huaja? Ky është shqetësimi më i madh? Jo, shqetësimi më i madh është mënyra se si e ngjyrosim komunikimin tonë në ditën e përditshme, duke përdorur një fjalor i cili po e shkatron, po përdor të fjalën në thonjza, po e shkatron gjuhën tonë duke... Po e gryen. Po e gryen. Po humbet struktura e gjuhës shqipe, ndërtimi fjalive të plota, fjalori i fëmijëve është shumë i varfër. Unë kam një eksperiencë të gjatë në mësimdhënie, për 30 vite, në këto vitet e fundit, po shoh që brezat e fëmijëve që po edukojmë tashmë, nuk kuptojnë fjalët më të thjeshta të gjuhës shqipe. Dhe në të njëjtën kohë, ka fjalor shumë të kufizuar. Dhe në të njëjtën kohë u vëre një paradoks që shprehen shumë mirë në anglisht. Po, vim prindrit dhe thonë klase pare dytë, ata e ka mësuar theksin ndoshta
revolucioni digital ka bërë një revolucion edhe në mënyrën se si prindërimi po bëhet në Shqipëri. Ose ka hequr Çfarë shqetëson dhurata më shumë? Po, më tepër më shqetëson mënyra se si po i kushtojmë vëmendje fëmijës. Thjesht po shikojmë që të jemi qetë, ju lëm ato telefona që të ndjekin video dhe emisione, ose komunikime, ose pralla, të gjitha në anglisht, dhe prindi thotë, e di shumë mirë anglisht, e shit sa mirë që e ka theksin në anglisht, kur në fakt fëmia nuk ndërton do të fjalit të thjeshta në gjuhën e nënës. Po sepse ata nisen nga ideja që fëmia e tyre po merr edhe një gjuhë tjetër që në moshë të vogël e përvetëson një orë më parë. Po kjo është një gjë e mirë. Po ne duhet të ruajmë identitetin. Po, dhe kjo është dhe pyetja ime. Nëse duam ka shumë vendin tonë Shqipërinë, e para gjë që duhet të ruajmë është gjuha jonë. Absolutisht që po, po ju si njohëse mirë brezit fëmijëve sidomos. Sa e lehtë është për një fëmijë të thithë dy gjuhë, pra paralelisht të mësoj të dyja gjuhët, të mësoj mirë. Ti mësoj mirë, ne nuk do supozojmë që në klasë të parë që është futur... Pra ta mësoj anglishtën, po pa i rënë në qafë shqipës. Pa tjetër të marri një informacion plotësues, të mos jetë primare, që ajtë më falni, së përdora fjallën primare, parësore. Po në ndodhë të gjithë, është e kuptueshme. Pra, nuk është parësore që ajtë të mësoj anglishtën që në klasë të parë, pavarësisht se është futur për të njohur konceptet, sepse me anë të ndryshimeve digjitale, me fullin e teknologjisë, me shkrimi digital, ai përdor shumë mjete dhe shumë fjalë që nuk janë gjetur fjalë përgjithëse në gjuhën shqipe i përdorin. Por shqetësimi më i madh është që fëmijët po përdorin më tepër shkrimin digital dhe po komunikojnë më pak fizikisht, drejt për drejt. Dhe tek shkrimi digital janë më të heshtur. Po, një nga shqetësimet më të mëdha është fakti që po i han fjalët, pra shkurtimet. Kjo nuk është se po ndodh tani rishtëzi, ka shumë kohë. Në fakt që me futjen e rrjeteve sociale, me platformave sociale, të komunikuarit me shkurtime, nuk është vetëm në vendin tonë. Unë mendoj se ka qenë gjatë gjithë kohës. Ka qenë gjatë gjithë kohës. Po këto e shtynë, sikur e stimuluan edhe pak më shumë. Jo, ndoshta është pak më e dukshme, sepse po përdorim më tepër komunikimi virtual, online, dhe ne po lexojmë dhe po shikojmë edhe njerëz që ndoshta nuk do t'i lexonim kurrë në jetën tonë. Nuk do t'i njihnim kurrë, nëse nuk do të kishte rrjete sociale, të cilat kanë sjell mundësinë që secili të flasë çfarë të dojë dhe kur të dojë dhe si të dojë. Kështu që ne po lexojmë. Çfarë humbet një fëmijë kur nuk e shqipton të plot një fjali siç është kalofsh, bukur apo të dua shumë, por thot KLM dhe TDSH? Këto ja thot një njeriu të cilin e njeh mirë. Kështu që do të vim nga pjesa e gjuhës, ma nuk më shqetëson dhe aq shumë komunikimi që përdorin, i koduar që përdorin me njëri tjetrin, sepse varet nga regjistret e komunikimit që përdor. Përdorimi i gjuhës standarde shqipe ka 3 regjistra kryesor. Nëse përdorim një komunikim të regjistrit të shkujdesur dhe familjar, siç mund të jetë midis njerëzve që e njohin mirë njëri tjetrin dhe përdoret ky lloj kodi, nuk është shqetësues për gjuhën shqipe. Përsa kohë ata dy persona kuptohen me njëri tjetrin. Kuptohen mirë me njëri tjetrin dhe e përdorin në situata dhe në mjedise familjare, të çrregullt, të kam edhe unë rezervat e mia edhe këtu, po në një këndvështrim tjetër, po përfundoje pak logjik. Por, nëse jemi në një bisedë të një niveli ku njerëzit nuk njihen aq mirë, ose ti shkruan në një rrjet social në të cilën e lexojnë shumë njerëz, unë mendoj se ne analizojmë edhe lloji njeriu që është, aftësitë e tij, sa shkollim ka. Shpeshherë i themi, sidomos ata që nuk dinë të përdorin shkronjat, të gjitha shkronjat e gjuhës shqipe, siç është ë-ja, ç-ja, po e kemi këtë problem. Tani, po edhe mësuesit më të mirë që e njohin shumë mirë rregullat, tek shkrimi digital hasin vështirësi në përdorin e këtyre e tastierës, po flasim. Përdorimin e plot të gjithë alfabetit. Po, ka dhe diçka, sepse në momentin që ti shkruan me shkurtime, humbet edhe emocioni i fjalëve, humbet ndjenja e fjalëve. Pra, tjetër gjë është ta thuash një fjalë të plot apo një shprehje të plot me gjithë shpirt dhe të thuash me bashkëtingëllore, ÇKM, e di çfarë po vjen tani nga përvoja ime, pardon, unë kam edhe fëmijë adoleshent në shtëpi. Edhe e pyeta përpara se cilat është për të kuptuar më mirë mënyrat e komunikimit të tyre.
Po përdoren fjali të shkurtra, po përdoren fjali sa më të thjeshta, po humbet struktura e plot, po humbet përdorimi i fjalëve të plota, me kuptim leksikor të plot, ose i shprehjeve me ngjyrim emocional. Po humbasin dhe gjua sa po vjen dhe po farfërohet në komunikim për brezin e ri flas. Dikur shkrueshin letrat me orë të tëra, duke u kujdesur. Kur ju japim një temë për të shkruar esen, tani fëmijët ose do të bëjnë një tekst shumë të thjesht, nuk kanë aftësi që të... Nuk kanë, po e përdor në përgjithësi. Po shoh një varfëri në fjalor, nuk kanë fjalor të pasur. Pra në momenti që ju jep një detyra për të bërë një ese, apo një përshkrim, apo një... Ndërtimi fjalis, ndërtimi i tekstit me një strukturë shumë të varfëruar. Fjalit të thjeshta, fjalit të nivelit... Këtë e vini re në mas? Në mas. Po. E vëre në mënyrat e të shprehut kanë mangësi. Që e dhimbshme për një mësuese të gjuhës? Shumë e dhimbshme. Ju kam shpjeguar, po të regoj një situatani. Ju kam shpjeguar një ditë kishim poezinë e Naim Frashërit, o malet e Shqipërisë, jo lishat e gjatë, dhe midis tyre Fusha Kodra Brinja Gërgje dhe pyet të gjelbëruar. Gërgje, ngrihet një fëmijë, tha nuk e kuptoj. Mirë, i thash, do më thënë, nga vetë shkallëzimi që i bën Fusha Male Kodra, qa kupton ti, qa të vjen të nërmën ty ose dikur tjetër, për të dhënë mundësi për të shprehur ata. Dhe një pjesë e mire e klasës nuk e këshin gjua ndonjëherë këtë fjalë. Ua shpjegova, po thash, po si ka mundësi, nuk keni qenë ndonjëherë në mal, në fshat, në një kodër, si ju ka kapur ndonjë shkurre. Pjesa me madhe e tyre nuk ishin dalë. Duke qenë në shkollë, nuk kishin pasur atë lirshmërinë që të shkonin në mal, ose të shkonin, ishin gjithmonë të monitoruar. Dhe ky është një problem. Duke mos i lënë këta fëmijët aq lirë, ose duke mos u dhënë mundësi që t'i njohin mjediset, dhe pyetja që më bën o zyshta, po ku i diti gjithë këto fjalë, thas, nga cilu. Do më thonë, ku i ke mësuar? Nga cila klasë të erdhi kjo pyetje? Fëmijë që kishin lindur në 2011-2012, se i pyeta kur keni lindur ju, 2011-2012, do më thënë i binte 14 vjeç. Klasë 8 e 9, po normale që s'ishin, prandaj ngela kështu. Klasë të 9 është vëzhduar të në kokë, ose? Pyetja ishte nga i diti zysha, i thash po unë vi nga shekulli kaluar, duke e njohur dhe duke mësuar mirë standarden e gjuhës shqipe. Megjithatë, a shpëtohet dot gjua shqipe? Si shpëtohet? Tani përpjekje janë bërë për integrimin e kurikulës në kurikulën për thamë për mësimin e gjuhës shqipe, megjithatë synimi im kryesor, ose që do t'ja bëja thirrje vendimarrësve që gjua shqipe, përveç se është ndarë në gjimnaz, pa jo duhet që të jetë në arsimin e mesëm të ullët, duhet të ndahet. Gjua duhet të jetë prioritet kombëtar për ruajtjen e standardizimit dhe përdorimi sa më sakt, sidomos në njerëzit si që punojnë në për media, në për televizione, dhe po ne mangësi më të madhe kemi nga komuniteti i politikanëve tanë, të cilët fjalorin që përdorin e kanë shumë të ngarkuar nga ana emocionale, fjallor i cili nuk përcjell emocion pozitiv tek njerëzit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Janë të gjithë aktorët fajtor, nëse mund të themi. Media ka pjesën e vetë, gjithashtu. Edhe ne, të gjithë. Të gjithë, pa tjetër. Të gjithë jemi fajtor në ruajtjen e trashëgimit. Megjithatë, duke dalë prap tek aftësit... Si mund të rregullojmë? Po edhe tek aftësitë e fëmijëve për të thithur dy gjuhë të huaja. Për shembull, në Francë, pedagogjia atje nuk e këshillon, nuk e rekomandon, nuk dëshiron që fëmijët të mësojnë një gjuhë të huaj pa ditur gjuhën e tyre mirë njerëz, sepse dhe nuk arrin dot nga ana logjike të bësh lidhjen edhe do të jetë rrjedhimi shumë mund të marrim si plotësues, por duhet të jetë kryesore mësimi i gjuhës së nënës, gjuhës anëtare, ruajtja e gjuhës shqipe. Ju ka ndodhur që, në rrjetet sociale i shohim shpesh në postime, në statuse, në gjitha, po në provimet kanë shkruar ndonjëherë me shkurtime? Pa tjetër, në fund marrim edhe një përshëndetje në test. Edhe një përshëndetje nga test në... Më ka ndodhur që nxënësi në fund bën edhe një shënim për zyshën, mënyrën se si do t'ja kontrolloj, ose si do t'ja vlerësoj. FLM zysha, shikoj me kujdes. Cilët ishte mesazhi që do të kishe
Jo vetëm për prindërit, jo vetëm për fëmijët që mund të na ndjekin, po edhe për shkollat është shumë e rëndësishme. Për shkollat është shumë e rëndësishme dhe unë e kam tekstuar edhe me mësuesit kur punoj, shpeshherë na thonë edhe hasim atë rezistencën e kolegëve në mënyrën që pse kam ngul kaq shumë. Mësuesit përpara se të mësojnë se që janë në rregullat e gjuhës, fizikës, kimisë e të tjera, duhet të mësojnë normat e edukimit dhe mënyrën e përdorimit të gjuhës shqipe standarde. Që nga përshëndetjet në mëngjes dhe deri në mënyra se si e përcjellin nxënësin, komunikimin sa më i pastër, sa më i qartë dhe sa më i kuptueshëm. A është ndikues brezi i ri mësuesve që Ka mësues plot të rinj të apasionuar. Po ka dhe të tjerë mbase që Patjetër ka dhe nga ata që futen thjesht për të marrë rrogën dhe për të qenë mësues, dhe kjo është një fatkeqësi. Unë e them gjithmonë, nëse ka mësues që shkon përpara klasës, përpara 30 nxënësve, dhe ata të shohin në dritë syrit në mënyrën se si do të flasësh, se si do të shpjegosh, se çfarë do t'ju përcjellësh atyre. Ata janë një spungjër që vetëm thithin, vetëm mbushen. Fëmijët janë aq të pastër. Prandaj unë gjithmonë them, mësuesi është i rrituri në klasë dhe mënyra se si i përcjell. Po duhet ketë dhe një reagim institucional mbase pak më të fortë ndaj vlerësimit që duhet ketë gjuha shqipe, ndaj standardit me cilin duhet përdorur. Pikërisht këtë thash, gjuha shqipe duhet të ndahet dhe të jetë e rëndësishme. Ti shkon të marrësh vizën për një vend tjetër dhe bën testin e gjuhës, bën historinë e atij vendi për ta kuptuar nëse ti do të bëhesh pjesëtar, qytetari, po e them kot, i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ti do japësh provim, kam dëgjuar nga... Duhet zotrosh për disa aftësi bazë të gjuhës. Dhe ta njohësh historinë atij vendi. Edhe ne duhet ta forcojmë gjuhën shqipe dhe historinë, sepse gjuha shqipe ecën paralel me historinë e vendit tonë. Qartë, absolutisht. Falenderoj shumë që ishe sot në Mirëmëngjes Shqipëri, për një temë që ne kemi me shumë merak. Në programin tonë përpiqemi të kemi gjuhë sa më të drejtë, sa më të pasur dhe sa më të pastër. Absolutisht që është e rëndësishme, po patjetër që mund të përdorim. Në fundit e radio televizionit. Patjetër, fjalët e huaja janë futur tashmë dhe një pjesë janë bërë pjesë e komunikimit të përditshëm, por qëllimi kryesor është që ne të synojmë drejt gjuhës standarde, drejt gjuhës letrare. Atë të mos ta harrojmë asnjëherë. Uroj punë të mbarë me voglusë. Faleminderit. Ecim me programin, do shkojmë drejt temës fundit, drejt kulturës. Sonja është stolisur dhe është gati për t'ju prezantuar pak me një temë shumë interesante.